Shikues të nderuar, jeni pra me Katrorin, jemi këtu në studion e Katrorit, tash është ora 6 dhe ju e dini që në studion ton gjithmonë është një musafir. Sot është një musafir tjetër, është Kushtrim Islami, analist. Mirë se erdhe Kushtrim. Kam problem me këtë emrin Islami, se gjithmonë tham Ismaili. Ngjashëm. Më falni nëse gaboj, po sido që të jetë mirë se erdhat në First Channel. Mirë se vjen. Sot jemi këtu, do të flasim për gjendjen politike në Kosovë, do të flasim përgjithësi për demokracinë. Zoti Islami, si ju duket juve kjo gjendje aktuale, sa pi kontribon demokracisë këta gjendje kjo gjendje e cila është kërkimi i parlamentit dhe gjitha këto ndryshime në kohën e fundit në këtë javë? Unë mendoj se kjo gjendje aktuale e cila është kriju si pasojë disa mos përputhjeve të pjesës opozit dhe pozit, ka shkaktuar një situatë e cila është, siç është pa me një domosdoshmëri që kanë pa dy palë kryesore, partitë politike më të mëdha në Kosovë, që në mos mundjet vazhdimësisë të në procesu, sidomos me ardhjes të proceseve të radhës që është dashur të shkojnë përmes parlamentit, për me zgjidhje si institucion e cila është kryesor në vendimarrje për gjëra të tilla, është vendosur që parlamenti të shpërbohet dhe me këtë rast të vihet në pyetje edhe pra të vihet në zgjedhjet e parakohshme. Dhe kjo mendoj se është në mënyrë është e mirë për demokracinë, mirë, po në anën tjetër është çështje për interpretim, është çështje diskutimit, mirë, po ka qenë e domosdoshme, është parë nga këto partitë kryesore, mirë, po arsyeja është edhe më themelore se vetëm kaq është. Pse ka ndodhur deri te kjo situatë? Unë mendoj se të paktën se kjo situatë do të reflektojë nuk do të reflektoj negativisht në nivel regional dhe ndërkombëtar, mirë, po do të jetë një situatë ku do të sfidohen gjitha partitë politike, si nga aspekti kohor, si nga aspekti i funksionimit institucional, e veçanërisht me qeverinë e Kosovës. Sa I kemi në të përgatitur në këta partitë tona politike që të bëjnë një shtet faktikisht. Na jemi në shtet formim, nuk mohohet kjo. Jemi një shtet sapo I formuar dhe kemi probleme të shumta. Po sa mendoni që I kemi të gatshme edhe sa janë të përgatitura partitë tona politike që të krijojnë një shtet të funksional? Partitë politike në Kosovë, unë besoj që edhe ato kanë pas një fazë tranzicionale të pjekurisë së tyre. Dhe mendoj se pavarësisht atij tranzicioni, ende nuk e kanë arrit në fazë pjekurie që do të reflektonte në një stabilitet politik në Kosovë. Është ardhur në një fazë pjekurie të këto partitë, sidomos ato që janë më shumë vite që veprojnë në Kosovë. Ato kanë pasur një fazë pjekurie edhe me vite më hershme nëse flasim para luftës, mirë, pavarësisht asaj, nuk ka qenë një konsistencë, themi, në prurjet e reja në aspektin kualitativ. Nëse flasim për shembull për resurset njerëzore, ato prurjet e reja të cilat në Kosovë kanë qenë vazhdimisht, mirë, po nuk është menduar aq shumë në aspektin kompetent dhe kredibil të tyre njerëzve. Se fundit partitë politike një grupacion njerëzish, të cilët janë vendosur dhe kanë agjendën e tyre politike, të cilën synojnë ta zbatojnë, ta implementojnë në nivel nacional. Për shembull, nëse kemi bëjmë partitë kryesore, kanë pas rrugë të ndryshme duke pasur vakumin brenda. Ato kanë vepruar në mënyrë të tillë ku kanë me këto prurje për shembull kanë qenë më shumë ndoshta themi sipërfaqësore, kozmetike, se sa realisht ato për të cilat kanë pasur nevojë. Tash nëse flasim për resurset njerëzore kualitative, edhe ato kanë reflektuar edhe në parlament, kanë reflektuar edhe në institucionet qeveritare, të cilat janë vendimarrëse, aq më shumë në situatat e reja në të cilat është sfiduar Kosova, si në veriun e Mitrovicës, po ashtu edhe në aspekte tjera ekonomike, sociale, të cilat lën pasoja në vazhdimsi. Pra, partitë politike, mund të them, nëse flasim në kontekst kohor të kohës sotshme, në situatën momentale në cilën gjendemi, mund të themi lirisht se ato janë në një sfidë dhe në një ngësht, ta themi të brendshëm, që e shohin se këto resurset
duhet të bëhet një ristrukturim i brenda këtyre partive politike dhe njëkohësisht duhet aq më shumë tash me skandalet që kanë ndodhur më herët edhe të ndryshme, tash mos flasim cila parti, cila skandale, cilat aferat mundshme që kanë qenë mjaft shpeshta nëpër media. Mendoj se tash kanë një sfidë edhe të re, të gjitha partitë pa dallim, kredibilitetin e njerëzve të tyre. Pasi që ato e shohin se personalitetet të cilat janë brenda tyre edhe të cilat kanë vepruar në kuadër të institucioneve, kanë luajtur një imazh, në imazhin jo dhe ashtë mirë të këto parti politike. Nuk mund të themi se gjithë janë ashtu, apo është një numër jo i madh ndoshta, mund të themi, nuk mund ta përcetojmë, mirë po përmes mediave qytetarët janë absorbuar me këto informata, të cilat nuk i kontribuojnë partive politike. Kështu që këtë situatë është mjaft sfiduese, mund ta themi, e cila kërkon një zgjidhje, situata është mjaft e shkurtë për në situatën paraelektorale në cilat gjenden këto parti, është një, si ta themi, quhet headhunting apo kërkim kokash nga disa parti që reflektohet në baza ditore, hyrjet e reja. Mirë po prap mendoj që në ristrukturim më i thellë, më i qëndrueshëm do të reflektonte pozitivisht tek gjitha këto parti të cilat synojnë pushtetin në zgjedhjet e tanishme. Po, ne shohim një panikë është e vërtetë në të gjitha subjektet politike pa dallim a kanë qenë pozitë apo opozitë, e shohim që kanë lëkundje, kena dalje, ardhje, njerëz të cilët kanë qenë përpara, janë bashkangjitur prap ose tutje të cilat faktikisht nuk shoh që bin diçka të re ose frym të re në ata parti politike. Thuaj se deri tash çka kemi pasur, çka ka ndodhur, por do të flasim patjetër gjithsesi për qeverinë e cila shkoi ose është në shkim e sipër. Çka po mendoni, si e vlerësoni performancën e kësaj qeverie? Po, qeveria e cila sapo shkoi, mund të themi, ka pasur disa sfida të veta jo të vogla në aspektin nacional. Për shembull, marrëveshjet të cilat është dashur të bëj me faktorët në koherencë dhe në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar. Kjo në mënyrë unë besoj që ka luajtur rol pozitiv në sigurinë e vendit. Mirë po në anën tjetër ka krijuar një anë kundërshtie, sidomos me opozitën, deri në ka pasur një përçamje në formë të agjendës nacionale të Kosovës. Qeveria aktuale, për shembull, roli i saj kryesisht ka qenë një facilitator i disa proceseve të cilat ndoshta edhe vetë nuk ka pasur as shumë qasje. Mirë po pak a shumë është si aktore, mirë po jo aktore kryesore të në proces, është ndjesë e tij, besoj. Ashtu ka reflektuar edhe kryeministri, mirë po në anën tjetër besoj se në këto politikat strategjike nacionale kanë pasur të metat e saj, ndoshta në aspektin e mos komunikimit të duhur me faktorin opozitar, që fatmirësisht nuk ka sjellë deri në situatë ndoshta si Shqipëri, që ka qenë një tundje ndoshta më e madhe brenda faktorit opozitar dhe opozit. Mirë po prapë se prapë kjo mos përputhshmëri dhe kjo mos koherencë e faktorëve e këtyre dy kahjeve politike, të cilat e kanë rëndësinë e vetë si njëra si tjetra, ka sjellë në këtë situatë. Kështu që besoj që edhe qeveria ka pas disa ngese, nëse flasim tash po flasim tash si analizë situatës si pasojë disa shkaktarë që kanë shkaktuar vazhdimisht vitet e fundit, sidomos me këtë vit, cila besoj që ka rritur një kulminacion kjo që ka shkaktuar deri në këtë situatë. Sa i përket qeverisë në nivelin performues. Qeveria e Kosovës ka performuar, nëse flasim në aspektin ekonomik, ka bërë disa lëvizje, sidomos në aspektin e bujqësisë, mirë po në faktorë tjerë që janë shumë të rëndësishëm në faktorët ekonomik. Për shembull,
Në aspekt nuk është folur fare për industrinë, për shembull në Kosovë, në çfarë gjendje është. Nuk është folur për tregtinë rajonale apo ndërkombëtare, përveç disa marrëveshjeve, për shembull ndërkufitare, nuk është folur për volumin për shembull tregtar me shtetet fqinje apo me shtetet e tjera të rajonit apo dhe më gjerë. Nuk është folur edhe nuk është biseduar, por nuk ka qenë në agjendë politike të kësaj qeverisë edhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Çka nuk kuptoj me zhvillim qëndrueshëm ekonomik, ata sektorë të cilët çdo vend i ka dhe duhet t'i trajtoj, duhet të investoj, sa i përket investimit kapitali, ashtu edhe në investime njerëzore. Mirë po, kjo ka qenë pak a shumë dashta edhe sfidë e kohës, se është përballë edhe me faktorë tjerë politik pak a shumë që kanë ndërhyrë në një farë mënyrë ose nuk e kanë pas lirinë e tepër. Lirinë ndoshta e kanë pas në një farë mënyrë, por ndoshta koncentrimi ka qenë më shumë te disa faktorë që kanë luajtur rol më shumë politik, ose më shumë mund të themi në aspektin investimeve është bërë një investim jo mjaft, besoj që ka luajtur ndoshta infrastruktura, po infrastruktura nuk mund të themi se sjell zhvillim ekonomik. Asnjë vend në botë nuk tregojnë se rrugë sjellën zhvillim ekonomik. Ato janë ndihmës e zhvillimit ekonomik, po janë edhe disa faktorë tjerë që duhet merren parasysh. Njëra që përmenda është industria, është faktorë tjerë janë edhe politikat zhvillimore, fiskale, për shembull, nëse shohim aspektin financiar në Kosovë, mirë, ndoshta një tal metaforë do të jetë fatkeqësisht në spektrin politik të Kosovës, ana financiare nuk menaxhohet në nivel qeveritar. Kemi fluks të bankave të ndërkombëtare, të cilat kanë politikat të tyre dhe nuk ka zhvillim konkurrencës, ku edhe shteti do të mund të ndërhyjë. Kemi për shembull vendet ndërkombëtare, si Anglia, që për shembull partia e cila synon për shtetin, Partia Laboriste tash, që synon për shembull me parat publike, të cilat synojnë për shembull që ka dhe në Kosovë, për shembull përmes postës apo përmes fondit pensionar të pensioneve, që të mund të menaxhohen në formë tillë që për shembull hapjen e bankave, të cilat publike, që do të janë publike, që e bën edhe në një farë mënyrë edhe faktorin e ngritin nivelin e konkurrencës. Dhe në atë rast kush do të ketë dobi këtu, për shembull, nëse aspektin financiar shohim, atë do të ketë dobi qytetari. Se në nivelin të drejtë do të bie dhe këto vetëm i përmenda disa faktorë zhvillimor të cilat do të mund ndikojnë, që qeveria faktikisht nuk i ka marrë parasysh. Dhe këto elemente na kanë sjellë në një situatë jo thjesht vëlesshme dhe në situatë jo të kënaqshme sociale për një pjesë të popullit paktën, dhe rritjen e pagave për shembull. Edhe kjo nëse është bërë, kjo do të duhet bërë edhe përmes një marrje parasysh edhe një konsulencë me faktorin privat në Kosovë, që mos ketë edhe ndikim tjetër. Vërtet se me këtë rritje të pagave faktikisht është privilegjuar një pjesë e punëtorëve të cilët punojnë në shërbime të cilat janë faktikisht në protektoratin e qeverisë, dhe kurse kemi dëmtu me pa mas sektorin privat. E kemi dëmtu duke kjo nuk i përngjan mo as demokracisë as kapitalizmit, nëse flasim kështu, sepse faktikisht kemi të favorizuar njerëz të cilët punojnë nëpër institucione. Kurse në anën tjetër i kemi në disfavorin tjetër që nuk na zhvillohet privati, nuk na zhvillohet asnjë fabrik, nuk na zhvillohet sepse ata nuk mund të punojnë me rrogat të cilat i jep faktikisht administrata. Është mjaft sfiduese për sektorin privat. Mirë po, kjo në anën tjetër tash, nëse themi, nëse në politikë tashme zhvillimore, për shembull, nëse kjo parti e cili është në pushtet do ta ketë në agjendën e saj, edhe sektorin privat, edhe forma tjera zhvillimore, do të kontribuonte prapë kësaj. Ka zgjidhje, mirë po, është bërë një kohje e cila ka nevojë për një konsolidim edhe një faktori tjetër, ose të marrës masa edhe ndaj një faktori tjetër, nëse e trajtojmë për shembull ngritjen e pagave. Ana për shembull janë disa faktorë, mirë po unë besoj që me situatën aktuale që është kjo, edhe partijet e cila është në pushtet tash PDK, mirë po edhe parti tjera,
do të janë një sfidë madhe, që edhe pse edhe faktori kohor do të luajë rol, që të gjejnë resurset e nevojshme njerëzore, do të kenë plane, mirë po tash është një sfidë. Sa kemi na resurse njerëzore në këtë parti aktuale, nëse shkojmë me qëtë strukturë që e kemi tash, sa kemi resurse njerëzore që të bëjmë një qeveri të mirë? Unë besoj që tash nëse theme atë trungu i brenda i partive këtyre kryesore, pra kryesit, ato aspekti leadershipit vlonërar mjaft. Aspekti leadershipit ka mangësi veta, mirë po prap jo domosdoshmërisht do të luante rol për shembull në funksionalizimin institucional, në performancën institucionale. Unë mendoj se partitë politike në përzgjedhjen e njerëzve të kyç në pozita, siç quhet ajo, njerëz të duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur. Unë besoj që kjo ka pas mjaft mangësi. Edhe është reflektuar në performancën institucionale, për shembull nëpër ministri. Nëse personalitetet janë përzgjedhën si ministra nga parti dhe për shembull ata duhet paktën ta kenë një bazë mjaftueshme të kualifikimit që jo vetëm në aspektin e asaj fushë në cilën vepron ajo industri me gjithë ato në mbredhjen e saj me institucionet përkatëse. Ata njerëz duhet të kenë edhe disa element tjerë, për shembull të ngërthyer në vetë, për shembull te menaxhimi në këtë aspekt, sidomos menaxhimi të institucionit, menaxhimi strategjik. Dhe ata duhet të jenë koherent me institucionet tjera, në mënyrë që të bashkëveprojmë, se jemi institucionet duhet të bashkëveprojnë si nivel qendror, po ashtu në nivel lokal. Dhe kjo, mirë po, kjo besoj që ka lënë pasoja, mirë po shpresojmë që, unë besoj që edhe qeveria e cila ishte deri tani, i ka pas deri në farmas parasysh edhe këto performancën e ministrave, e këtyre ministrive, mirë po prap janë disa sfida të cilat shpresoj që paktën në këtë kohë do të zgjidhen. Për shembull, Ministria e Bujqësisë ka bërë disa lëvizje, për shembull. Mirë po, nëse shihet në kontekst më të gjerë nacional, ajo duhet të shikohet edhe ka treg mjaftueshëm për ato, nuk mjafton vetëm subvencionet. Subvencionet sa janë të mira, po që edhe nuk mund të jenë. Subvencionet janë të mira pasi që ato në mënyrë i mundsojnë sidomos bizneseve të reja të zhvillohen, mirë po ato në mungesë të tregut, për shembull konsolidimi dhe politika adekuate fiskale, ato nuk mund ta kenë atë për shembull nuk e kanë atë synimin e dëshiruar që tenton ministria përkatëse ta arrijë. Dhe mirë po janë disa element pra që ndikojnë pozitivisht, pra qeveria aktuale besoj që edhe me faktorin ndërkombëtar ka qenë mjaft një farë koherente, një farë bashkëpunimi koherent dhe ka qenë bashkëpunuese. Mirë po mendoj se ka qenë ndoshta më shumë në farë mënyre jo ka mund të jetë në nivel partneriteti pak më serioz se sa që është paraqitur para popullit. Mirë po kjo besoj që do të jetë sfidë edhe për partitë tjera nëse fitojnë pushtetin. Pra kjo është kemi vetëm me çastin e tyre, jo vetëm ndaj faktorit qytetar, mirë po edhe çastin ndaj faktorit ndërkombëtar, i cili është prezant, është shumë mirë që është prezant. Do të na mundson një hapësirë që të veprojmë lirshëm, që dhe janë të hapur edhe të jemi pjesë e integrimeve dhe Veriut Atlantike, mirë po ne duhet ta kemi një qëndrim, paktën që burojnë nga vetvetja. Ajo pra besoj që ka mangu të një farmase qeverisë aktuale, mirë po të shohim, pra nuk është edhe lehtë të qeveriset aq më shumë kur janë faktor ndërkombëtar dhe vendor, duhet vendime strategjike të merren dhe ka kundërshti prej opozitës dhe nuk e ka pas lehtë besoj as kryeministri. Gjithsesi e ka pas apo se ka pas lehtë, shkon 4 vjet edhe po shkon qeveria më e madhe në botë, kemi numrin e qeveritarëve shumë të madh, i kemi institucionet plot e përplot me njerëz. Duke marrë rroga, por çka do të ishte pyetja ime e arshme për juve është se si mund të dalim nga gjithë kjo situatë që jemi ngërthy kështu si në një ngërç politik. Unë besoj se nga kjo situatë mund dilet vetëm me një logjikë të shëndosh të dalë nga liderët e këtyre partive,
e cila duhet në këtë kohë nuk mund të jenë edhe aq logjikshëm se vetë koha nuk sjell, pra është një kohë mjaft e shkurtër, pra duhet një farë mobilizim i shpejt ndodh që zgjedhjet të ndodhin. Mos kjo zgjedhje shpresojmë që kjo logjikë shëndosh të reflektojë edhe të antarësitë brenda këtyre subjekte politike, e cila nuk do të ketë pasoja për imazhin e Kosovës, paktën se mund të jetë rrezik edhe kjo, si pasojë e periudhës të shkurtë kohore dhe mënyrës që ka ndodhur. Përveç asaj, unë besoj që zgjidhja do të jetë një varësi prej situatës që do të e dalur nga kjo situatë, nga që nëse themi institucional në Kosovë, në situatën në të ardhmen të afërm pritet një marrëveshje që do t'ju imponohet në mënyrë partive në mënyrë që të funksionalizojë shteti, pra institucionet të vazhdojnë. Dhe kjo unë besoj që kjo sfidë këtyre partive do t'ju imponohet në mënyrë që të konsolidohen me të vërtetë. Nëse nuk ndodh kjo, unë besoj që pakënaqësitë do të shtohen dhe do të ketë një eskalim, ndoshta i mospërputhjeve mes partive pozit, që do të vinë edhe atyre opozit, në një nivel që pa dëshiruar për qytetarët. Mirë po kjo prap duhet të shërbej edhe ata ta kenë përgjegjësinë, besoj që e kanë, që qytetari, imazhi i tyre ndaj qytetarëve është jashtëzakonisht i rëndësishëm këtë kohë, dhe besoj që e kanë në bazë që mediave që po i shohim se e kanë parasysh edhe atë. Mirë po ai do të reflektoj me një bashkëpunim sinqert për synime strategjike për qëllimet e Kosovës, gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe gjithë minoriteteve që janë Kosovë dhe në bashkëpunim me nivelin ndërkombëtar. Megjithëse koha jonë po shkon, do t'i dalim pak të zgjedhjet të fushata, e cila do të zgjasë si vjet vetëm një javë. Do dalim pak te formimi i armatës, dhe më thanë na dështum me kriju një ushtri, një armatë, një forcë të armatosur të Kosovës, faktikisht sa do të jetë kjo pengesë, duke marrë parasysh që do të kemi ndryshime në numra, edhe që neve gjithsesi na kërkohet 2/3 e numrave të minoriteteve që të aprovojnë një gjë të tillë. Unë besoj që armata nëse nuk krijohet në këtë kohë, nuk besoj fatmirësisht. Rasti i Kosovës është i veçantë ku siguria në aspektin e sigurisë, për shembull nivelit ushtarak është faktori ndërkombëtar, është fori. Mirë po, dhe kjo të paktën na lën të jemi të sigurt edhe pse nëse nuk formohet për një periudhë të shkurtë. Unë besoj që kjo nuk do të jetë problem, se nuk hamendem se partitë të cilat ose njerëz që prezantojnë qytetarët në parlament, për shembull, anëtarët e parlamentit nuk do ta vetojnë në të ardhmen të afërt. Unë nuk besoj në atë. Se besoj se faku do të themelohet në të ardhmen të afërt. Mirë po, faktori serb, ajo çka do të dëshiroja është që partitë politike në Kosovë, të gjitha që janë, duhet të komunikojnë më lirshëm edhe në këtë aspekt, edhe me faktorin me minoritar në Kosovë, që ta shohin edhe ata se pjesë përbërëse. Kjo ka ndodhur me policinë, me shërbimin policor të Kosovës. Unë mendoj që ka mundësi kjo ndodhë edhe me ushtrinë e Kosovës. Mirë po, pra të komunikohet hapur, në mënyrë që edhe ata ta ndihin në mënyrë se është në shërbim edhe tyre. Se fundi fundit janë gjithë banorët e Kosovës jetojnë pavarësisht nacionalitetit, pavarësisht etnive ndryshme. Ata janë, kjo do të ndihmojë sigurisë qytetarëve. Mirë po, kjo duhet të komunikohet, tash forma si do të komunikohet është pjesë atyre të cilët janë pushtet. Forma e shantazhit nuk ishte as pak e pëlqyeshme, 20 vendet e rezervuara me votimin e armatës nuk ishte me të vërtetë e pëlqyeshme për një demokraci edhe për një zhvillim të një shteti, besoj që do të pajtoheni me mua këtë. Po, jam i pajtimet. Kjo është një formë ndikim.
e ndikueshme, për shembull, nuk ndodh shpesh edhe as në demokraci zhvillimit të tilla. Mirë po, unë besoj që kjo është prapë e kalueshme. Unë besoj se faktori politik vendor do të reflektoj në atë mënyrë që do të mendoj për një tarme të Kosovës që do të jetë më në të mirë të qytetarëve, në këtë rast me ushtrinë e Kosovës. Mirë po, tash nëse bisedojmë, tash problem nuk po shoh, të paktën edhe me këtë ndërprerje institucionale nuk po shoh edhe atë aspektin strategjik. Unë po shoh aspektin e komunikimit, që kjo ka ndodhur brenda faktorit politik vendor dhe si faktorit majoritar dhe minoritar në aspekt numrave, po ashtu edhe me faktorin minoritar të popullit minoritetet që jetojnë në Kosovë. Pra është komunikimi që duhet të jetë më i avancuar, që duhet të reflektoj ashtu po ashtu siç reflektojnë partitë që kanë punë me minoritetet dhe vende tjera, që reflektojnë në formate demokratike, bisedojnë ndershëm dhe hapur, komunikojnë në mënyrë drejt për drejt, dhe kjo besoj që i shërben demokracisë. Dhe ata shohin se edhe vende tjera rajonale, pothuajse çdo vend, ndoshta në botë nuk e kam numrin, po para ato vende që i di nuk më kujtohet në ndonjë vend që nuk ka minoritete. Kështu që edhe ato në një mënyrë koekzistojnë po flasim për vende demokratike, jetojnë jetojnë në paqë, jetojnë në një vende demokratike në një zhvillim rajonal ku i kanë të gjitha të mirat materiale, fizike, shpirtërore dhe i ndajnë së bashku me shumicë. Zoti Islami, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij emisioni, se koha jonë mbaroi, harxuam gjys ore këtu bashkë në këtë studio. Unë ju falenderoj dhe ju ftoj që të jeni edhe herave tjera pjesë e këtij emisioni. Ju falenderoj. Shikues të nderuar, na këtu ndahemi bashkë dhe në presin se do të kthehemi sërish.